NATO do të dislokojë 23.000 forca në Shqipëri dhe Maqedoni për të evituar një zgjerim të konfliktit të Kosovës edhe në vende të tjera të Ballkanit. Ministrat e jashtëm të 16 vendeve anëtare të NATO-s të mbledhura në Luksemburg kanë marrë sot vendime të rëndësishme për të evituar zgjerimin e krizës së Kosovës edhe në vende të tjera të Ballkanit. Ata kanë vendosur një plan të përbashkët aksioni në Shqipëri dhe Maqedoni. Faza e parë e këtij plani parashikon manovra të përbashkëta të NATO-s me ushtrisë shqiptare dhe maqedonase, si dhe pranimin e anijeve të Aleancës Euro-Atlantike në portet e Shqipërisë. Nuk përjashtohet dhe mundësia e një përhapje më të gjerë të forcave të NATO-s në vende të tjera të Ballkanit. Disa lagje me banorë shqiptar, të cilat prej disa ditësh po mbahen në një shtetërrethim të plot. Një burim i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Deçan njofton se në mbrojtje të familjeve shqiptare që po mbahen pengje janë hedhur sot edhe banorët e tjerë të qytetit dhe forcat mbrojtëse shqiptare. Po sot shkrehja armësh ka patur edhe në Rastavic dhe Belek të Deçanit, ndërkaq në rrethinat e fshatrave të Brezit kufitar Kosovë-Shqipëri janë parë para ushtarak serb. Mbi qytetin e Gjakovës her pas here kanë fluturuar helikopter ushtarak. Në zonat e përfshira nga lufta në Drenic, gjendja më e rëndë po mbretëron në Laush. Në drejtim të Çikatovës ka patur të shtëna armësh, sikurse edhe në rrethinat e objektit të Ferronikelit. 10 familje shqiptare janë parë sot duke u larguar nga disa lagje të Glogocit dhe të fshatrave përreth në drejtim të zonave më të sigurta. Forcat të mëdha serbe janë vendosur sot në rrugën Suarek-Rahovec në afërsi të fshatit Operush. Ndërsa mbrom mes Bellacërkës dhe Xërxës janë vrarë 3 shqiptar. Tani për tani janë identifikuar Fejm Gashi nga Drenoci dhe Saki Bellaqa nga Pataçani.